Dje CNA publikoi një skandal disa pamje ku shihej makina e deputetit socialist Ardit Bido, duke u karikuar në oborin e institucionit të Arkivit të Shtetit, që prej vitit 2016 drejtohej nga Bido derisa ky fundit u zgjodh deputet në zgjedhjet e 11 marit. CNA e kontaktoi në lidhje me këtë rast, për deputetin na dha disa versione. E para, që ishte në Strasburg, pastaj na tha se nuk ishte dieni, më pas na tha se është bërë më parë e tjerë. Po, ajo është makina ime, por nuk e kam pasur unë në përdorim por një bashkëpunëtor i imi, teksa unë kam qenë jashtë këtë ditë në Strasburg. Fakti që ka qenë aty, tani po e marr vesh. Atëherë kjo fotografi është bërë në ditën kur kam bërë dorëzimet në institucion dhe kam marrë sendet e mia personale që kam pas në zyrë. Personi që më shoqëronte e ka vendosur në karikim makinën gjatë këtij çasti, pa menduar gjatë se diçka e tillë nuk duhej. Këto janë dy versionet e bëra nga Bido. Në fakt, kjo foto nuk është bërë as kur ka qenë në Strasburg e as kur ka dorëzuar detyrën, se detyrën e ka dorëzuar para 6 muajsh kur ka kandiduar për deputet, ndërkohë fotot janë bërë pak ditë më parë në muajin shtator. Ndoshta në Shqipëri këto turpet e vogla, pra që një deputet shkon në institucionin ku ka qenë drejtor, se ndoshta i duket vetja dhe pronar që shkon dhe karikon makinën. Problemi nuk është te 50.000 lek karikimi makinës, por problemi është e sjellja. Të kishte ndodhur në ndonjë vend tjetër europian, minimalisht do të kishte dhënë ndërheqjen drejtori i institucionit në detyrë dhe vetë deputeti, se është e papranueshme dhe e palogjikshme, dhe jo më të justifikosh drejtorin apo shoferin apo çdo tjetër. Qëllimi ynë nuk është as të hedhim baltë as të denigrojmë Ardit Bidon. Ne prisnim se duke qenë djalë i ri dhe deputet i ri, të kërkonte një ndjesë publike mbi këtë veprim abuziv, pas një diskutim, por ndoshta në vendin ku skandali zë skandalin dhe afera zë aferën, këto lloj denoncimesh duken bullallëqe të vogla. Se çfarë problemi ka, se të gjithë kështu vjedhin dhe të gjithë kështu bëjnë. Në fakt, këtu nuk kemi të bëjmë me një vjedhje, por me një abuzim tjetër që një ish drejtues institucioni shkon sërish në vendin ku ka qenë drejtor, këtë herë me statusin e deputetit dhe vë makinën në karikim. A thua se nuk ka vend ku mund të karikosh makinën në Tiranë? Apo nuk ka mundësi deputeti me rrogën e tij 4 apo 5.000 euro në muaj? Pa folur pastaj për qëndrimin e tij që është as pak i një politikani të ri, që shkon në Strasburg dhe duhet të sillet si një pro-europian, por justifikon veprimin e gabuar kur gjithçka minimalisht do të kalonte me një ndjesë publike, ndaj jo vetëm qytetarëve të Vlorës që kanë zgjedhur, por gjithë shqiptarëve, sepse ai nuk ka nevojë për ato para, qofti bërë me apo pa vetdije prej tij apo bashkëpunëtorëve të tij.